Të nderuar shikues, jemi rikthyer në studio me personalitetet e ditës për sot, kur sot do të flasim për një temë aktuale, një temë të dobishme, konkretisht do të flasim për një sukses tjetër të një xheriu tjetër në shoqërinë tonë, është ky Flamur Huseini, i cili ka marrë vendin e parë në kuizin e realizuar në Ramazan, të quajtur si Yjet e Mektepeve. Flamurin kemi nderin që ta kemi në studion tonë së bashku me le të themi mentorin e tij, mualimin, mësuesin e tij, Hoxhën Enes Hasani. Përshëndetje Flamur, mirë se erdhe. Mësojtjeta. Të përgëzojmë për çmimin cilin e ke marrë. Faleminderit. Përshëndetje Hoxhë nderuar, faleminderit që keni pranuar ftesën. Përshëndetje, faleminderit edhe juve për këto organizime të mira, për këto realizime të njëpasnjëshme në mënyra të ndryshme, në fusha të ndryshme, po sidoqoftë mënyra më e mirë dhe më dobishme për ne, si kuadër i mualimëve, është kjo mënyra që merreni me fushën e editurisë, më thënë kjo çështje është më së e mirë për njerëzit në përgjithësi. Faleminderit shumë që na keni nderuar njëkohësisht, faleminderit shumë që kontribuoni kështu për të edukuar breza të ri edhe në frymën fetare, edhe në frymën islame, dhe ja ku ky sukses u kurorëzua edhe me një sukses dhe një çmim të Flamurit, të cilin sigurisht do ta pyesim pak edhe për çështjen e kuizit. Si e pritet këtë kuiz, Flamur? E prita me qejf, edhe mendoja se do fitoja, edhe me atë mendim e arrita gjithçka që mendoj. A kishe emocione në fillim? Po, ajo është normale, kishe emocione. Edhe Por kur e fitove çmimin, ishe i lumtur? u gëzova shumë. Po prindërit si reaguan? Prindërit u kënaqën, sidomos ishin në gjithë familja ime ishte aty, edhe disa fshetarë të mi të cilët më kanë përkrahur, sidomos edhe mualimi ime Enes Hasani. Edhe u kënaqja shumë, ishte një ndjenjë e mahniqme. Familja jote është krenare me ty? Po, mendoj se shumë është. A ka ndonjë mësues, le të themi, që të ka motivuar për sukseset e arish deri këtu ku je? Mualimi Enes Hasani, mendoj se ky më ka përkrahur gjithmonë. Shumë e bukur, dhe sigurisht do ta kesh shembull edhe për suksese edhe në të ardhmen kur do të rritesh, apo jo? Patjetër. A ka njëkohësisht do të pyes pak edhe për çështjen e asaj që a ka dikush që je mirënjohës apo falenderues për këtë sukses që ke arritur? Në rend të parë, Zotit jam falenderues, Allahu xhaleshanuhu, dhe familjes së time, sidomos prindërve të mi. Çfarë të motivon më shumë për të qenë i suksesshëm në jetë? Nga e merr frymëzimin? Frymëzimi apo motivimi më vjen nga ajo ku mendoj se një ditë do të arrij, do të bëjnë diçka, do të më bëri një nivel të lartë në jetën time, edhe nga ajo mendoj se do bëhen diçka në të ardhmen. Sigurisht që do të bëhesh, pasi që prej tani ke filluar të jesh i suksesshëm, padyshim që do të jesh i hajrit edhe i dobishëm edhe për shoqërinë, por a ka pasur ndonjë moment kur je lodhur Flamurin dhe ke dashur të dorëzohesh? Po, kishte momente kur u lodhsha se mësojsha diçka edhe Por nuk u dorëzove? jo, nuk u dorëzova. Patjetër duhet të luftosh deri në fund. Patjetër edhe që të jesh i suksesshëm. Këtë garë si e ke përjetuar, si një sfidë apo si një kënaqësi? E përjetova njëherë si një sfidë, por pastaj kur kuptova dhe kur mora vesh se e kam fituar vendin e parë, atëherë u kënaqja shumë. Shumë e bukur. Në rregull, Flamur, do flasim sërish me ty për të pyesim pak edhe mësuesin tënd se sa është e rëndësishme për të që nxënësi i tij të ketë një sukses kaq të madh. Po, mendoj se çdo mualim apo çdo mësues në lëndën e tij në të cilën ai lideron, mendoj se për çdo aktivitet që bëhet apo çdo arritje që marrin nxënësit e tij, mendoj se është qefi më i madh, sepse mësuesi në këtë rast është e sigurt se prindi për fëmijën e tij. Në këtë rast kur arritjet e fëmijëve janë të mëdha, mendoj se nuk ka asnjë prind që mund të jetë xhelos në arritjet e fëmijëve të tij. Po ashtu, nga ana ime mendoj, por jam i bindur se të gjithë mësuesit në lëndat e tjera, në fushat e tjera, mendoj se për çdo arritje nxënësive të tjera, ata janë krenarë. Sigurisht. Dhe krenaria më e madhe për mua është që në këto vitet e parat, me thënë të liderimeve të mia, unë e kam përspari herë, me thënë Flamur Huseinin, nxënësin që është në hatmën e ditë,
dhe më thënë hatmën e pare ka krit në vitin 2025, dhe në këtë hatmën e ditë, mendoja edhe pse nuk do të thotë se edhe nxënësit tjerë nuk janë të përgatitur, mirë po pak nga mosha dhe përgatitja më e madhe që e dija se prindët e tij, më thënë do të punojnë, se në didaktik është një trekëndsh, dhe emrin e merr trekëndshi didaktik, për një arritje të dikuj, apo të ndonjë fëmijë, të ndonjë nxënësit, duhet patjetër të lidhet një trekëndësh, që është trekëndshi didaktik mësues, prind dhe fëmijë. Pa këtë trekëndsh, nuk besoj se ka ndonjë fëmijë sukses. Andaj, unë e pashtarësishme se këtë trekëndsh do ta gjejtë prindërit e Flamurit, dhe ne bashkarisht jemi munduar për këtë sukses Flamurit që ai të merr vendin e parë, që është merit e këtij, por është e kënaqësi e të gjithëve në përgjithësi. Sigurisht është reflektimi punës tuaj, punës madhe që keni bërë me Flamurin, edhe me nxënësit e tjerë, dhe kjo reflekton me një sukses, dhe kjo është një shpërblim në një farforme për juve dhe për punën tuaj. Megjithatë, si e pritet suksesin e Flamurit? Pritet që do të fitoje? Kuptohet Allahu xhashanu thënë në Kur'an, "O ma taufiki illa billah." Dhe me të vërtetë suksesi im varet nga Allahu. Ne këtë çështje ja lëm dorë Allahu xhashanu, por Allahu xhashanu nuk kërkon nga njerëzit të mbështeten njerëzit tërësisht në Allahun, pa mos i kapluar sebepet, pa mos i kapluar kushtet e diçkait. Prandaj ne bashkërisht me Flamurin në ditët e para, po edhe pastaj duke u afruar finalja, ne kemi bërë përgatitje, kemi bërë disa përsëritje, edhe pse ishte shumë i gatshëm dhe ishte shumë i kapshëm se të gjitha pyetjet të cilët ja përshkruajsha unë brenda kohës, për të gjitha i të përgjigje përveç disave të cilët u dufte edhe më tepër të ushtrohen, por jam i bindur se të gjithë librin, të cilin na e dha, më thënë, Miftinia për këtë për të mësuar në këtë kuiz, ki është përgatitur në të gjithë librin. Shumë e bukur. Prandaj edhe është pritur që të fitojë, sepse po, normal. Pastaj ne sebepet kushtet i kapëm. Pastaj e lam që është ndorë të Allahu xhashanu, edhe pse të gjithë ato fëmijët, domethënë 4 persona që ishin, 4 nxënësit që ishin bashkë me Flamurin, të gjithë ishin përgatitur. Po diku i fati do t'i bjerë se ndonjëherë nuk fitohet me arritjet tua, por ndonjëherë me ngecjen tënde, më një hap më pak, dikush mund të fitojë. Nuk do të thotë se ti s'mundish. Unë i përgëzoj të gjithë ato fëmijë të tjerë të cilët morën pjesë në atë kuiz. Sa kohë u përgatitet me Flamurin për këtë kuiz? Po, ky kuiz ka zgjatur gati 10 ditë, por 20 ditë para se të merret, më thënë, fillimi i këtij kuizit, neve na ka ardhur materiali bashkë me Flamurin për t'u përgatitur dhe mendoj se për një 15 ditë, mendoj se përgatitja është bo. Sa janë të rëndësishme këto kuize të diturisë për fëmijët tanë, për nxënësit tanë, për nxënësit në shoqërinë tonë? Mendon që do t'ju ndihmoj shumë në të ardhmen dituria që e marrin në këto kuize? Kjo nuk diskutohet se e mirë është për fëmijët, po ashtu edhe për gjeneratat e mëdhaja, për gjeneratat e më të vjetra, ki kuiz bën dobi. Pse? Sepse në këtë kuiz të cilin ishim ne, këtë kuiz i përgatitur nga Miftinia e Tetovës, pyetjet ishin shumë atraktive, shumë të mira, por edhe shumë gjithë përfshirë se ishin, për arsye se ishin në fusha të ndryshme, si në aspektin fetar, si në aspektin geografik, si në aspektin historik, si në aspektin letrar, të gjitha këto, mendoj se edhe ne si mualime, por edhe dikush tjetër në fushat e veta, dhe një pyetje mund me dije. Po, sigurisht. Këto bëshin dobi se edhe unë kom mësuar në këtë drejtim shumë. Më thonë, kom mësuar për geografin që ndoshta edhe nuk do të më vinte ndonjëherë në tavolinën time, një libër për të lexuar për gjeografi. Për arsye se koha nuk na del neve për të marrë në aspektin tonë fetar, më thonë në fushën tonë teologjisë. Më thënë përfitime jo vetëm për nxënësit, por edhe për neve të edhe për të gjithë tjerët, mendoj. Flamur, cila është cilësia jote më e fortë si nxënës?
Cilësia ime më e fortë është drejtësia, kam qejf të jem i drejtë, se me drejtësi fitohet gjithçka dhe vjen gjithçka prej drejtësisë. A mendon që më shumë duhet talent apo punë? Sa mendon që suksesi vjen prej talentit apo prej punës? Ajo dihet se puna e bën gjithçka të funksionoj, por edhe nëse ke talent nuk prish punë, të ndihmon edhe në aspekte tjera. Megjithatë duhet punuar, edhe nëse ke talent, ka falur Zoti talent, por duhet punosh, apo që të arrish suksese. Ndonjëherë kur bën ndonjë lëshim apo kur gabon, si reagon? Mërzitem pak, por prapë më shkon mendimi se ndonjë ditë do të fitoj, do bëhem diçka, edhe prej atij mendimi, prej asaj mendje, unë përsëri filloj të lexoj, mësoj. Prej nga e para. Çfarë do të thotë, domethënë kjo fitore që përmendet të fitoj, çfarë do të thotë fitore për ty? Fitore do me thonë gjithçka, një punë që arrihet me sukses, për mua do me thonë fitore. Është më rëndësishme të fitosh apo të mësosh sipas teje? Po, më rëndësishme është të mësosh, se prej atij mësimi ti mban mend. Prej asaj fitore fiton sukses, edhe unë mendoj se më rëndësishme është të mësosh. Nga ky quiz apo nga kjo përvojë, çfarë fitove që nuk dije më parë, diçka që nuk ke ditur më parë, çfarë mësove? Mësova diçka nga lënda e gjeografisë, si për shembull disa kryeqytete që ishin pak më të rënda, ato i mësova disa gjëra prej në sport, në lëndën e sportit, disa lojtarë, disa vite të cilat janë krijuar, për shembull ajo Federata e futbollit, Federata e basketbollit, mësova disa gjëra interesante. Shumë e bukur. Megjithatë, në qoftë se do të kishe marrë pjesë në një quiz tjetër, a do të merr një pjesë sërish edhe me çfarë teme? Patjetër do merrsha pjesë, se më e rëndësishme është pjesëmarrja, por tema nuk ishte diçka. Çfarë teme të ishte, do të kisha zgjedhur. Do të ishe përgatitur. Më tepër preferon librin apo telefonin? Preferoj librin, por kur lodhem e marr telefonin. Edhe telefonin ndonjëherë pak. Çfarë dëshiron, domethënë çfarë dëshiron të bësh kur të rritesh, por edhe për çfarë të kujtojnë njerëzit? Për dituri, për drejtësi dhe kam mendime të tjera, ajo është normale. Jam klase 8, kam edhe pak kohë që të mendohem për cilin drejtim do të shkoj, por mendoj arkitekt. Për arkitekturë, po. Çfarë do që të bësh, unë jam shumë i sigurt që do të bëhesh shumë i dobishëm, edhe i hajrit në shoqëri, me që ke filluar me këto suksese. A mund të na thosh ndonjë fjali ose këshill për moshatarët e tu apo për njerëzit? Për shembull, të jenë të drejtë, sepse me drejtësi, si thash edhe më herët, fitohet gjithçka. Do të thonë drejtësia është një nga kushtet bazë të fillimit të diçkaje. Cila është ëndra që dëshiron ta realizosh? Për shembull, të bëhem një njeri human, një njeri donator, që të më njohë bota për diçka të mirë, jo për diçka të keqe. Shumë bukur Flamur. Me qenë se përmendit gjatë gjithë kohës Flamuri diturin edhe dijen, cila është vlera që ka dituria në fenë islame? Mendoj se kjo është një temë të cilën shumë herë është biseduar, edhe në këtë emisionin tuaj. Por do ta përmendi vetëm si kalimthi për të ardhmen në këtë pikën e Flamurit. Kuptohet se fillimin e gjithë shkajt, por edhe fillimin e fesë, kur Allah Gjeshanu e urdhëroi apo e nënveshi Muhammedin a.s. me petkun e pejgamberllëkit, ajetet e para që i zbriti Allah Gjeshanu drejt Muhammedit a.s. për mbar njerëzimin, ishin fjalët ikra bismi rabbikal ladhi khalaq. Lexo, studio, përparo, arri në rrugën e Zotit, në emrin e Allahut, në rrugën e Allahut. Kuptohet se të fusha islame, dituria ka pjedesalin më të lartë, do të thënë të vlerave. Për arsye se njeriu përbëhet apo ngritet me di aspekte më të rëndësishme, aspektin e moralit dhe aspektin e diturisë. Më thënë, një njeri moralshëm, nëse ka edhe diturin, ai ka vlerë edhe më të madhe. Por një njeri i cili nuk ka moral të mirë, por ka dituri, mendojmë se nëpërmjet diturisë do të mundohet që të nxjerrë apo të bëhet i moralshëm. Andaj Allahu xhashanu edhe në një ajet kuranor tjetër thot feste bi kull khairat. Më thënë, garoni
në rrugë të Allahu Gjeshanu. Allahu Gjeshanu urdhëron që njeriu të garoje, por garimi më i mirë është garimi nëpërmjet diturisë. Dhe dituria ka një vlerë të madhe në këtë aspekt. Flamur, cila është ndonjë fjali ose ndonjë ajet që do kishe dashur sot ta veçosh për ne? Ajo fjaleja cila e përmendi muallimi im Ikra bismi rabbika alladhi halak, mëso studio në emër të Allahu Gjeshanu i cili krijoi çdo gjë. Faleminderit shumë për këto pyetje të shkurta, por të jashtëzakonshme, sepse përgatitja jote deri tani më tregon që je shumë orator i mirë dhe uroj që në të ardhmen të bëhesh edhe më i mirë. Besoj që lexon shumë ndoshta. Po, lexoj. Për këtë arsye ke oratori të mirë për të folur në publik. Shumë bukur. Megjithatë, të flasim edhe pak shkurt për këtë nxënës, domethënë me këtë nxënës keni marrë pjesë këtë vit. Vitin e ardhshëm a mendoni të merrni sërish pjesë në këto kuize dhe sa që janë aq të rëndësishme për neve? Mendoj se nëse do të na jepet mundësia, do të marrim pjesë vit për viti. Po, sërish për arsye se nëse nuk do të arrijmë diçka, mjafton pjesëmarrja dhe për pa fëmijët se stimulohen për të ardhmen edhe në për kuizet tjera. Mendoj se do të kese efekt pozitiv. Porosia juaj për në fund për të gjithë nxënësit të rinjët dhe për diturinë që e përmendëm pak më herët. Nuk ka njeri që ka ardhur i ditur, por njeriu me përpjekje, me aktivitete, me lexim arrin. Do të kisha dashur që të gjithë nxënësit, ashtu siç i edukojmë ne, por edhe sigur i motivojmë dhe i stimulojmë për të arritur ato që të lexojnë më tepër dhe ne mundohemi që vit për viti të bëjmë ndonjë shëtitje, të bëjmë ndonjë aktivitet më pozitiv për ato dhe më argëtues vetëm që ata të mësojnë. Krejt qëllimi jonë është që ato librat t'i kenë në duar të tyre, se nëpërmjet librave arrihet shumë çka. Andaj do kisha dashur që fëmijët në përgjithësi mos mendojnë se, apo mos të rinë me mendimin se unë nuk mundem, ose unë s'mund të arri, dikush mundet, unë s'mundem. Çdo njeri mundet kur njeriu përpiqet, domethënë nëpërmjet diturisë, nëpërmjet leximit. Andaj kisha dashur që vazhdimisht të lexojnë dhe Zoti ju jep sukses çdo herë. Faleminderit shumë për këto fjalë kaq të mira, faleminderit shumë që na nderuat sot me pjesëmarrjen tuaj në emisionin tonë dhe njeriu përgëzoj juve për punën tuaj që është reflektim edhe i suksesit të Flamurit. Ju dëshiroj shumë suksese në të ardhmen dhe ju mirpresim sërish në emisionet tona. Faleminderit edhe juve. Allahu shpërblet. Faleminderit shumë Flamur. Faleminderit. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetet e ditës. Ju vazhdoni qëndroni dhe më tutje me ne, rikthehemi pas pak.